Jemi sërish në studio dhe në këtë momente kemi të ftuarin e parë të aktualitetit. Do të flasim sot për kulturën, sepse viti 2011 është shpallur nga Ministria e Kulturës greke si viti poetit të madh nobelist Odisea Elidi. Përshëndetje zoti Ardian Rama, përshëndetje me se keni ardhur në studio. Pra në nder të këtij poeti do të mbahen tashmë konferenca, seminare e disa takime të ndryshme në disa vende të rajonit. E njëjta gjë po funksionon edhe me Fondacionin Grek të Kulturës Vatra e Tiranës këtu, në të cilin ju jeni bashkëpunëtor. Shumë kënaqësi që ju kam në studion e Agon dhe do të flasim sot për një poet të madh. Gjithashtu dhe për mua është kënaqësi e veçantë. Fakti që ky është viti i Elitisit, domethënë 100 vjetori i tij, ka shumë kuptime. Domethënë nuk është e paqëllimt që festohet në të gjitha mënyrat, edhe propagandohet në të gjitha mënyrat. E para e punës, Fondacioni Grek i Kulturës e ka ringritur Elitisin nga harresa e shqiptarëve në përgjithësi, por dhe nga harresa atyre pak shqiptarëve që merren me poezinë greke, për arsye sepse Elitisi sjell në letërsinë greke një revolucionarizim të tërësishëm të frazës, të metaforës, të thelbit metafizik, sepse si e shef ai historinë e Greqisë. Ai vetë pohon që përveç kësaj Greqie që shohim, nga kjo Greqi që shohim duhet na dalë një Greqi tjetër, më sublime, më e lartë. Kolazhet, pikturat e tij janë një, si më thënë, një vetë ndërgjegjësim, një vetë sqarim i vetë Elitisit. Unë e kam provuar dhe vetë, se dhe unë shkruaj dhe përkthej dhe e kam provuar dhe vetë që në momentet caktuara kur shkruan diçka, ke një nevojë të jashtëzakonshme organike, kjo është njerëzore, që atë që shkruan të mundohesh ta hedhësh në fotografi, ta shohësh.